Shqipëria prej disa vitesh po kalon një transformim të vazhdueshëm në tregun e banesave, duke u kthyer nga një treg lokal në një destinacion gjithnjë më tërheqës për shtetasit e huaj. Në një kohë kur vendet e Europës perëndimore, por edhe më gjerë, përballen me kosto të larta jetese, Shqipëria pozicionohet si alternativë low cost, jo vetëm për turistët, por edhe për rezidentë afatgjat. Madje këtë, përtej ekspozimit të gjerë që ka marrë si efekt i turizmit, e kanë nxitur edhe një sër politikash të orientuara drejt tërheqjes së pensionistëve të huaj apo nomadëve digital. Agentët imobiliar shprehen se qirat dhe kostoja më e ulët e jetesës po e bëjnë Shqipërinë destinacion të parapëlqyer. Fillimisht, disa vite më parë, do të ishin italianët që do ta eksploronin këtë mundësi, duke u vendosur kryesisht në Durrës e më pak në Vlorë. Tashmë, interesi është në rritje edhe nga pensionistët amerikan, britanik dhe të tjerë nga vendet e Europës. Ky kombinim faktorësh po krijon një avantazh të qartë për të huajt, të cilët kanë fuqi blerëse shumë më të lartë se ajo vendase. Pra, një i huaj hyn në treg me një kapacitet financiar disa herë më të madh se një familje vendase, dhe ndikimi nuk është vetëm pozitiv, dhe ka disa elemente që e tregojnë këtë. Për shembull, qirat e viteve të fundit po tregojnë këtë realitet të ri. Një apartament në Tiranë mund të kushtoj 400 deri në 500 euro në muaj, një nivel që për një pensionist amerikan apo britanik konsiderohet i përballueshëm, por për një familje shqiptare përbën një barë të konsiderueshme. Por qirat nuk janë të vetmet. Shumë nga rezidentët e rinj zgjedhin fillimisht të banojnë me qira, e më pas, disa prej tyre blejnë apartamente, duke kaluar nga konsumator në investitor dhe duke rritur presionin mbi çmimet e pronave. Tregu i banesave tashmë po matet jo më mbi bazën e të ardhurave të vendasve, por mbi kërkesën që vjen kryesisht nga jashtë. Shqipëria, që po listohet gjithnjë më shpesh si një nga destinacionet më të mira për dalje në pension, ka hyrë në një hartë globale që po sjell kapital nga jashtë, por edhe konkurrencë të re për strehimin, të cilit edhe më herët nuk i mungonin problemet. Tirana po pozicionohet gjithnjë më pranë qyteteve më problematike të Europës për përballueshmërinë e banesave, duke treguar çdo ditë më shumë një treg që po shkëputet nga realiteti i të ardhurave të vendasve. Sipas të dhënave më të fundit nga Numbeo për vitin 2026, Tirana renditet ndër qytetet me raportin më të lartë price to income ratio, çmimi në raport me të ardhurat, një tregues që mat sa vite të ardhura duhen për të blerë një banesë. Ky tregues ishte 17.7, që e pozicionon kryeqytetin shqiptar si të katërtin më të papërballueshëm në Europë, pas Moskës, Lisbonës dhe Pragës. Në këtë klasifikim, Tirana renditet në vendin e 7 ndër qytetet me raportin më të lartë çmim peg në Europë, duke lënë pas edhe tregje të njohura për çmimet e larta, si Parisi, 15.4.